Dashuria në Islam nuk ka një ditë. Dashuria në Islam mes bashkëshortëve është tër jetën. Në Islam nuk ka mujt mjaltë, por tër jetën musliman duhet të kenë respekt bashkëshortor. Islami është feja e cila kanalizon dhe sjell harmoni mesin e muslimanëve me anë të dashurisë. Koncepti i Shën Valentinit, ditës së fesës së të dashuruarve, vjen në një kohë dhe vjen nga një kulturë kur mungon dashuria permanente mes burrit dhe gruas. Dita e të dashuruarve, kështu mas pari kjo ka pas emrin, ka rënjet e veta në besimet e vjetra romake politeiste, që kanë besu në shumë zota. Pra para se të vjen krishtërimi te romak, këta kanë pas një besim në këtë ditë. Ata pretendojnë se Romelin, themeluesin e Romës, e ka ushqy me qumësht një ujkoni. Edhe nga qumështi i saj, ky ka marrë fuqi edhe aftësi të mëdha. Edhe tash prej asaj kohe, këta e kanë festu për Zotin e dashurisë edhe Zotin e fuqisë. Edhe mas lindjes së Isës a.s., por akoma pa u bë krishterë romakët, e kanë festu këtë ditë në forma të ndryshme. Kanë bërë shumë ceremoni të ndryshme, njëra kryesore që ka qenë në Romë në atë kohë, ka qenë edhe ceremonia e daljes dhe shëtitjes nëpër qytet, ku i kanë zgjedhë çdo vit 2 djemtëri të fuqishëm edhe muskuloz, edhe kanë prej një qen në një anë edhe një kec në anën tjetër. Edhe në gjakun e tyre i kanë spërkat këta 2 djemt, komplet trupin. Pastaj këtë gjak e kanë la me qumësht. E pastaj kanë marrë disa lëkura ata djemt, edhe e kanë fërku trupin e tyre, janë mundu ta terin domethënë trupin nga ky gjak edhe nga ky qumësht. Pastaj kanë ecë këta 2 nëpër qytet, edhe kanë dalë zakonisht vajzat skajeve të rrugës, edhe janë mundu që në atë lëkur me e prek për trupit vet, ose këta djelm me i prek, edhe sipas tyre kanë besu se nëse preket ai lëkurë dhe me ta fërkohet trupi ose preken ata djem nga ai gjak edhe ai qumësht, atyre do t'ju ndihmoj në lindjen e fëmijëve edhe nuk do t'jenë gra që s'lindin, po do t'lindin fëmijë dhe do t'jenë më të fuqishme. Kjo ka ndodhur në mes të muajit shkurt apo më saktësisht në 15 shkurt, që kjo histori që po e përmendi unë. Sipas tyre i kanë shpreh këta adhurim Zotit të dashurisë edhe Zotit të fuqisë. Pastaj, rreth ditës së të dashuruarve apo dashurisë, lind edhe historia tjetër. Ajo historia e pas ardhjes, pas ngritjes së Isës a.s. Ajo është dita, apo ndryshe, Shën Valentini. Më ka as të lexoj disa histori për ta, por 2 kanë qenë kryesorët, por gjithsesi ajo më bazë ka të bëjë me Romën. Në për disa vende në shekujt e mesjetës, po ceket se njëra prej formave ka qenë se ka dalë vajzat rreth rrugës edhe shtëpi për shtëpi kanë shkep letra këto vajzat, letra të caktuara gjithë secilla me emrin e vet. Edhe i kanë mbledh pleqt letrat, në anën tjetër ose mas gjysore kanë dalë djemt në për shtëpia, edhe pleqtja u kanë quajtur ato letra djemve, letrat e vajzave. E tash ai djalë që e ka pranuar çat letër, ja ka dhënë një dhuratë plakët. Plakë ka marrë, ja ka quajtur asaj vajzës caktuar që e ka dhënë atë letër, atë si lloj kartoline. Pastaj në mbrëmje dikur e kanë dhënë një zjarr mes qytetit apo fshatit ku kanë qenë, edhe gjithë secili djalë me atë kartolinën që e ka ditë, e ka prit domethënë atë vajzën që e ka quajtur ajo çat kartolinë dhe kështu kanë dalë kanë kthy domethënë tër natën. Po normal se nuk është ndalë pastaj edhe me kaç, edhe me haramet të tjera të caktuara, Allah na ruajt. Këtë qëllim e ka kjo fest. Është nis me paganizëm, ka përfunduar me mallkim në krishterim, ka vazhduar me mëkate, sa dush, është fe jo muslimanëve etj. Është edhe mashtrim. Ndërsa në kohën tonë dihet se çfarë bëjnë, gjithmonë që nga vitet 1800 e mrapa, zakonisht mesazhi i saj ka qenë mesazhe dashurie mes njerëzve të caktuar, qofshin ata bashkëshort, qofshin ata të pamartuar, qofshin ata në lidhje të ndaluara, si më thon, kështu po e quaj. Mesazhet të tilla kanë quajtur letra të caktuara, siç ka shkruaj Shën Valentini i parë. Pastaj kanë filluar edhe kartolina, kanë filluar me ushqepe dhe dhurata, ku shpesh ka pas dërgim edhe çfarë do lloj rrobe, sidomos mindila, ka qenë kusht me qenë ngjyra kuqe. Edhe pastaj kanë vazhduar domon kartolinat, të cilat bartin në vete zemra, thyme, shigjeta. Edhe nuk kanë munguar gjithashtu në këto kartolina vizatimet e një fëmije që keni pa, një fëmijë i vogël me krah zogut mrapa, me një shtizë dhe shigjet që e ka në dorë, domethënë edhe një zemër që aty anash dikun, edhe një rreth në kokë. Ky simbol, ky vizatim tek romakët e vjetër
paganët simbolizon zotin e dashurisë. Me rëndësinë këtë ditë ka ose pasim qafirve edhe hidhrim të zotit me pasimin e traditave jo islame, ka ose harame nga pijet, nga shëtitjet, nga takimet e ndalume mes djemve dhe vajzave, ose ka mashtrim të bashkëshortëve njëri me tjetrën, ditëve tjera s'do me një për gru, qatë ditë e merë edhe shëtit. Muslimant në jetën e tyre dhe në fenë e tyre dhe në adhurimet e tyre i kanë dy festa të mëdha në vit, sepse ummeti islam është ummet i punës, i angazhimit, i sakrificës, i aktivitetit, i lëvizjes, jo fe e festave, e dembelis, e gëzimit, e përtesave dhe mungesës së produktivitetit. Të gjitha festat tjera që i imponohen muslimanëve dhe që kanë origjinë nga kulturat e huaja, do thotë muslimani parimisht i refuzon sepse nuk kanë të bëjnë me konceptin akaidologjik ose ideologjik fetar islam. Koncepti i Shën Valentinit, ditës së fesës së të dashuruarve, vjen në një kohë dhe vjen nga një kulturë kur mungon dashuria permanente mes burrit dhe gruas. Që në islam do thotë të gjitha organizimet e adhurimeve ose organizimet e urdhrave dhe ndalesave e çojnë që besimtari të jetë besnik ndaj gruas së tij dhe dashurinë e tij ta manifeston karshi asaj që ka kuror dhe nuk i lejohet atij që të del prej kurorës në dashuri do thot momentale ose të qasit ose të momentit ose ajo që quhet në gjuhën bashkëkohore të flertit me femrat huaja. Kjo fest promovon festin e të dashuruarve, festin e dashurisë, por me bindje të thellë a thon këtë se kjo fest promovon amoralitetin, dëfrimin dhe shkatrimin, që është kundërshtim me rregullat dhe parimet bazike fetare dhe islame që besimtarët dhe muslimanët nuk duhet që t'ja lejnë vetvetes që kësi lloj festash të shpërndahen mesin e tyre. Një prift i cili ka jetuar në Rom, i cili me ligj dhe me dekretet e tyre e ka pas të ndaluar që të dashuron. Dhe na themi nuk ka mundësi që neve të na promovojë dashuri një njeri i cili kur s'ka dashur askënd. Nuk ka mundësi që dikush na promovon dashuri që ai njeri e ka të ndaluar dhe me ligj dhe vetja ka ndaluar vetvetes dashurinë. Por se themi dashuria është një element të cilin Islami nuk e lufton, por se e miraton. Sikurse të gjitha festat tjera, ashtu edhe për këtë fest Islami ka dispozitë të preme. Kur tham të gjitha festat jo islame. Ku në Islam përveç dy bajrameve nuk ka fest tjetër. Këta le ta din çdo njeri. Ashtu siç transmetohet edhe në hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ka në Medinë i ka pa Medinasit duke festu, duke lujt në një ditë si me thon feste. Edhe pyet, çfarë është kjo ditë? Thot është ditë që e kemi trashëguar më herët, ditë feste e caktuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në Islam nuk ka festa tjera përveç dy bajrameve, Fitr bajrame dhe Kurban bajrame, edhe i ka ndaluar domethënë festat e tjera. Të gjithë dietarët unanim, pa përjashtim, janë pajtimit se kjo festë është haram. Pastaj dispozita e këtij harami kalon edhe në kufër, në mosbesim. Nëse bëhet me bindje, me akide, me besim, siç besojnë ata, në shejtrin, atyre figurave apo të atyre zotave të dashurisë, ndërsa nëse bën nga ignoranca, edhe nuk bëhet me besim, por thot e festoj edhe unë nuk e di çka s'kam lidhje unë me krishterim, kom dëgju se mirë me dal, me hangër një darkë me grua san, thot për çato po bëj, shpresojmë te Allahu, shpresojmë që mos më dal në kufër ai person për me pas vetëm haram. Çka duhet ajo dhurat, ai trandafil, ato momente gëzimi që para saj dhe pas saj ti vazhdimisht je në stresin e tradhtisë, në stresin e mashtrimit, në stresin se do thot ai ka mundësi që ta shpreh atë dashuri ndoshta edhe me 1 apo 2 apo 5 apo 10 femra tjera. Fatkeqësisht do thot në këtë fryn edhe shumë seriale që vazhdimisht i imponohen mediave tona dhe që njerëzit ushqehen direkt apo indirekt dhe marrin guximin që të kalojnë edhe ata në aksion e të mire do thot me tradhti bashkëshortore që fatkeqësisht dita ditës në mungesë të besimit edhe ndodhen realitete në mesin e familjeve tona. Edhe ne si shqiptar dhe ne si musliman duhet jemi vigjilent karshi këtyre fenomeneve dhe festave që tentojnë her pas here na imponojnë si festa
kurse ne si musliman na mjaftojnë festat tona. Por kemi ardhur me një kohë dhe me një zaman që duhet me ju thonë muslimanëve shqiptarëve, këtë një kohë e ka ndalu edhe Amerika, që ta kuptojnë se kjo s'po vajka. Por se themi para se me ndalu Amerika apo Evropa, këtë e ka ndalu Islami. Jo se Islami është kundër dashurisë, jo se Islami është kundër moralit, jo se Islami është kundër vlerës dhe kundër respektimit, por se Islami është feja e cila kanalizon dhe sjell harmoni në mesin e muslimanëve me anë të dashurisë. Dashuria në Islam nuk ka një ditë. Dashuria në Islam mes bashkëshortëve është tër jetën. Në Islam nuk ka mujt mjaltë, por tër jetën musliman duhet të kenë respekt bashkëshortor.